edhe qasjen e re që kemi ne si majorantë. Për deputetin e Partisë Socialiste Artan Gaçi, largimi i ministrit Cani erdhi si pasojë e kalimit të ekonomisë në një fazë të re, atë të zhvillimit dhe rritjes së mëtejshme. Nga studio lajmeve në Ora News, Gaçi vlerësoi punën e ish-ministrit Cani, duke theksuar se falti ekonomia shqiptare u rikthye në stabilitet. Cani ishte për një periudhë stabiliteti. Me ardhen e ministrit të ri, situata do hy në dinamikën e asaj që cilës ne shpresojmë. Duke folur për investimet e huaja, Gaçi hodhi akuzën ndaj opozitës, e cila sipas tij pengon çdo investim madhor. Politika tyre është që neve nuk lëm bësh punë publike, nuk lëm të rregullohet imazhi i Shqipërisë, po do ta nxjim që mos shkeli njëri, po guxoj njëri i huaj investitor të vi dhe të mendoj të hedhin në lek Shqipëri, ne do ta linçojmë me fis, me farefis, me origjinë, me historik. Ndërsa për koncesionet, Gaçi u shpreh. Për mua janë dhënë shumë pak. Duhet ishin dhënë shumë më tepër. Debatet brenda Partisë Socialiste në prag të Kongresit, Gaçi i shikon si pjesë e demokracisë së brendshme. Partia Socialiste vazhdon të jetë vetëm një parti ku edhe për faktin që është pjesë e truezave të debateve në të gjithë studiet e lajmeve, tregon që ka një demokraci të brendshme.